Animus quhet aspekti mashkullor brenda çdo gruaje. Animus formsohet nga marrëdhënia e vajzës me tatin. Kur vajza lidhet ngushtë me tatin, ajo bëhet vajza e babit. Dhe në psikologji jungiane themi se ajo ka zhvilluar një father complex, ku ajo mund të jetë vajza e babit pozitiv ose vajza e babit negativ. Në të dyja rastet, animus fiton fuqi dhe nis ta dominojë femëroren brenda vajzës. Njësoj si perëndesha Athina që u lind nga koka e Zeusit, po ashtu edhe vajzat me animus dominant janë sikur kanë dalë jo nga barku i nanës, por nga koka e babit. Kompleksi i babait pozitiv zhvillohet kur vajza e adhuron mendjen e tjatit, thjesht e dashuron cilësitë e tjatit. Kjo sjell të mira dhe probleme më vonë. Kompleksi i babait negativ zhvillohet për shembull kur Animus quhet aspekti mashkullor brenda çdo gruaje. Animus formsohet nga marrëdhënia e vajzës me tjatin. Kur vajza lidhet ngushtë me tatin, ajo bëhet vajza e babit. Dhe në psikologji jungiane thuhet se ajo ka zhvilluar një father complex, ku ajo mund të jetë vajza e babit pozitiv ose vajza e babit negativ. Në të dyja këto raste, animus fiton fuqi dhe nis ta dominojë femëroren brenda vajzës. Njësoj si perëndesha Athina që u lind nga koka e Zeusit, po ashtu edhe vajzat me animus dominant janë sikur kanë dalë jo nga barku i nanës, por nga koka e babit. Kompleksi i babait pozitiv zhvillohet kur vajza thjesht e adhuron mendjen e tjatit. Kjo sjell të mira dhe probleme më vonë. Kompleksi i babait negativ nga ana tjetër zhvillohet për shembull kur janë në tryezë duke ngrënë dhe babai për çfarë do arsyeje lëshon një fjalë përçmuese, jo të denjë ndaj nënës, dhe ajo thjesht ul kokën. Në atë moment vajza ndjen dëmshuri për nanën, por nuk mbaron me kaq. Në po atë moment ajo mund të marrë një vendim të heshtur me veten e saj, se duhet të bëjë gjithçka që të mos përfundoj si e ama, e ndërvarur dhe nën mëshirën e një burri. Jo vetëm kaq, ajo mendon se në tërësi të jesh një grua për shtëpi është diçka inferiore. Unë të bëhem sklave si nana jeme, me rrit fëmijë me la, me pastru, me njërën dorë të rregullu perdet dhe me tjetrën të skuq vezë, edhe masanej me të thanë se e ke për detyrë, jo faleminderit. Kështu ajo identifikohet me anën tjetër, që e shes si më superiore, me mashkulloren, me animus. Ajo bëhet një grua me një aftësi logjike të pagabueshme, e ftohtë, serioze, inteligjente. Bota e grave nuk i ngjall asnjë interes. S'ka që mëson prej tyre. Bota e burrave është ajo që i intereson, jo vetëm që ti imitoj, por ti konkurroj ata, edhe ti te kaloj në fushat e tyre, ti ngjidh shkallët e karrierës njësoj si ata, me kostum, pantoll, xhaket, ndonjëherë edhe kollare. Krenaria e saj më e madhe është se ajo nuk është si gratë e tjera. Ajo është më mirë se gratë e tjera sepse ajo është më shumë si burr. Ajo është një grua profesioniste, inteligjente, punëtore e palodhur, arritse që nuk i lejon ndjenjat t'i bëhen pengesë. Për të, dashuria është thjesht një tjetër formë kontrolli. Ajo ndihet superiore ndaj grave që janë nëna shtëpiake, që nuk janë të afta të bëjnë asgjë më shumë. Ndryshe nga ato, ajo bën punë me rëndësi. Ajo ndjek idealin e suksesit burrave dhe një ditë pas shumë sakrificave e arrin atë. Dhe i gjithë rrethi shoqëror e lanë në dritë, në vëmendje, vlerësim për vështirësitë që kaloi për të arritur të suksesi, edhe pse ky lloj suksesi është një 10 herë më i thjeshtë për të arritur se sa të jesh nën me kohë plot në shtëpi duke rritur 3 kalamaj. Kështu pra, te vajzat e gruaja me animus dominant, mënyra se si e trajtoi babai bëhet mënyra se si ajo trajton veten, edhe kur babai ka shumë kohë që nuk është më. Animusi negativ sillet si një i dashur xheloz. Vajzat që dominohen prej tij shpesh bëhen idhnake, kritike, fjalë mprehta, e kanë gjuhën brisk, përllogaritëse, që nuk e ndajnë dot mendjen përfundimisht për një lidhje të qëndrueshme me një partner, sepse animus i përshpërit të veshi. Nuk ka rëndësi çfarë do ti, të gjithë gënjejnë, ti e di shumë mirë se burrat duan vetëm një gjë, nuk ja vlen mundimi fare.
Plus ti nuk ke hapësirë për dikë tjetër në jetën tënde, sepse ke 5 vite që zgjohesh diagonal në shtrat, pastaj koha e vaskës me fluska, pastaj rutina skincare me 14 hapa, pastaj brioshi mëngjesit, sushi i darkës, pastaj palestra për qenë përjetësisht e gjujtshme. Cilën prej këtyre do të sakrifikosh? E kështu, ajo nuk e gjen dot dashurinë e saj, as në Portofino. Animus ja rjep atë aftësinë për dashuri njerëzore dhe për afeksion të vërtet. Dominon gjithnjë logjika e ftohtë. Edhe nëse ka vendosur të bëhet një ditë nën e mirë, ajo e tiranizon veten me rregulla sjelljeje. Shtëpia e saj, fëmijët dhe jeta familjare duhet jenë saktësisht ashtu siç mendon ajo se është mënyra e duhur. Dhe tani pyetja kryesore është se si integrohet animusi. Dhe në psikologjinë jungiane, integrim do të thotë rikthim në balancë. Ato cilësi të femërores që deri dje dukeshin inferiore, krijimi dhe sjellja e jetës së re, për kujdesa për mirëqenien fizike dhe emocionale të tjetrit, sensualiteti, energjia e bukurisë femërore, mbajtja gjallë e lidhjeve familjare, këtyre cilësive duhet të rikthehet dinjiteti. Animusi nuk është armik. Kur zhvillohet me vetdia i bëhet një forcë krijuese e madhe e gruas. Një grua me animus të integruar mendon qartë, por nuk e humb butësinë, shpreh idetë e saja, jo ato të trashëguara, mbështet veten dhe të tjerët në kohë të vështira, flet me drejtësi dhe jo me përçmim. Nëse ti punon për shembull 6 ditët e javës në zyrë duke negociuar me shejtanin që ti mbyllësh pasqyrat financiare në rregull, atëherë ditën e 7 bëj diçka krejt të kundërt. Futju shtëpisë tane me themel, laj pastro, rregullo derisa të kullojnë dirësët pa pushim, ose thuj shoqës tane, a mund vit punoj te ferma jote sot? Ose thuj shoqës tjetër, të dielën ta mbaj vajzën unë. Deri ditën kur të jesh një grua për shtëpi që rrit 3 kalamaj, të ketë të njëjtin dinjitet me atë gruan e suksesshme atje jashtë, që publikon albumin muzikor dhe fiton krejt adhurimin e botës. Deri kur të dyja të kenë njëjtin dinjitet, animusi është i pa integruar. Dhe kemi ato që unë e quaj Dua Lipa Complex. Qartësisht vajza e babit pozitiv, animusi është shumë krijues, genial, inteligjent, por edhe pengues, sepse stin e re i dashur i ri, dhe në 4000 fotot e fundit nuk gjen dot një prej tyre duke mbajtur një krijesë të re në prehër, qoftë edhe kur kjo krijesa nuk është e jotja por e shoqes tënde. Shoqëria e sot me i nxit fort gratë, pra, që të marrin gjithnjë mbi supe këtë energjinë mashkullore, në një botë që njëkohësisht po lëngon shumë për cilësitë feminine. Gruaja është një harmoni e brendshme midis femërores dhe mashkullores, por gjatë viteve ne e kemi prishur këtë ekuilibër. Gratë duhet të ndihen si gra, jo si burra të dorës dytë. Sepse unë shoh këtë histori për ditë, e shihni gjithë ju, një grua shumë e suksesshme, shumë e bukur, ambicioze, krijuese, që arrin një pikë në të 30-at apo 40-at ku kupton se është shitur një gënjeshtër. Ka qenë aq e pushtuar nga animusi sa është kthyer në atë gruan e fortë të karrierës, që vetëm 5 vjet më vonë e kupton se ka patur një cikel menstrual të çrregullt prej shumë kohësh, sepse për aq shumë ditë, aq shumë javë e ka shpërfillur trupin, ndjeshmërinë e saj, duke u shkëputur komplet nga përvoja e qenit një grua, duke e çuar veten drejt infertilitetit. Ky është një realitet i dhimbshëm dhe problemi vërtet nuk janë burrat atje jashtë. Problemi vërtet është patriarku këtu brenda. Tash ca detyra shtëpie për integrimin e animusit për nxënësit e 10-tave. I pari është Invisible Partners, që të bën të kuptosh sepse jeta jote i ngjan një spirale ku ti tërheq gjithnjë në jetën tënde meshkuj që janë të njëjtës tipologji. I dyti është The Shadow King, i cili të ndihmon që të punosh me atë patriarkun e brendshëm, me atë zërin që gjithmonë është duke të gjykuar dhe duke të dhënë paragjykime se si duhet jetë një grua dhe si nuk duhet jetë një grua. Dhe nëpërmjet këtij ti mund të jesh në një dialog konstruktiv me zërin e patriarkut të brendshëm. Dhe e treta është të shkosh në YouTube dhe të shkruash Marie-Louise von Franz Animus dhe të ndjekësh me vëmendje të gjitha videot që të shfaqen. Me shpresën se në fund do të kuptosh se qëllimi i animusit është një dhe i vetëm: ta mbaj vajzën, gruan për vete, të martuar me partnerin e padukshëm.